Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish të ditë hënë në TikTok, do ndalemi fillimisht tek zhvillimet gjeopolitike dhe për të diskutuar ditën e sotme kam të ftuar zotin Erdian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Dhe përshëndesë nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, e nisim fillimisht me Zelenskinin, i cili ka kërkuar një takim të ri me aleatët europian menjëherë pas konsultimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke sinjalizuar kështu edhe një koordinim të ri diplomatik. Si e shihni tashmë? Apo tenton Ukraina të unifikojë qendrimin euro-atlantik përpara një faze të re negociatash, apo kemi ndërkaq edhe sinjale për divergjenca mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Europës? Absolutisht, nderuar, kjo lidhet pikërisht me këtë të fundit që ju thanë, duke qenë parasysh që janë prish paksa ekuilibrat, janë prish ekuilibrat në këtë zonë të rëndësi gjeostrategjike midis SBA-s dhe perëndimit në qasjen e tyre që kanë për zgjidhjen e konfliktit dhe arritjen e paqes dhe dhënies fund luftës, dhe pikërisht me gjithë përpjekjet dhe angazhimet bëra ka një dështim në konkludimin e tyre, dhe të këto kushte është Zelenski i cili e merr iniciativën për të unifikuar qëndrimet midis palëve në mënyrë që mos të prishet kohezioni midis gjithë këtyre faktorëve. Kemi parasysh qoftë SBA-n dhe Bashkimin Evropian të që tashmë edhe me daljen e dokumentit strategjisë sigurisë kombëtare të SBA-s ka prioritete të tjera, nuk janë thjesht vetëm një zonë, është më tepër kjo e konfliktit, po janë prioritete dhe interesa të tjera, dhe kjo është përpjekja që bën Zelenski pikërisht për të ruajtur këtë ekuilibër dhe për ta unifikuar sa më tepër në mënyrë që mos ketë përçarje dhe divergjenca në qëndrimet dhe vendimet që do merren për sa i përket arritjes së paqes dhe marrëveshjes. Për kjo është ajo që bën një investim që bën Zelenski në këtë drejtim. Kemi parasysh që janë një odise takimesh që cilët për hir të vërtetës kanë dështuar dhe nuk kanë dhënë atë produkt, dhe kërkon që përmes këtyre takimeve Zelenski çfarë t'jape sinjale për unifikimin e gjithë qëndrimet që bëjnë aktorët, qoftë perëndimi i përçar, po edhe SBA-ja, në mënyrë që të sa më pak të reduktohen divergjencat midis tyre. Është më tepër një qasje edhe strategjike, kemi parasysh rolin që ka SBA-ja në këtë drejtim, si forcë kryesore, ushtarake, fuqinë e saj diplomatike, ekonomike, po pa neglizhu këtu edhe faktorin evropian, i cili çfarë ka rolin e saj përcaktues për sa i përket zbatimit sanksioneve, por edhe për anën ekonomike dhe si një litar i rëndësishëm diplomatik, tashmë i cila nuk mund të neglizhohet. Zelenski tenton të vënë në balancë pikërisht këto elemente, të ruajë ekuilibrin dhe kohezionin strategjik të gjithë aktorëve, por edhe të jap një farë mënyre të jap edhe perëndimit nga njëra në peshën e vet, në mënyrë që mos avantazhohet shumë SBA-ja në qëndrimet e saj, të cilat nuk i konvenojnë Rusisë, nuk i konvenojnë Ukrainës, por që Bashkimi Evropian dihet që ka dihet që ka ato qëndrimet e veta, është më kategorike dhe më pro asaj. Dhe përpjekja edhe ky qëndrim i Zelenskit është për unifikimin e qëndrimeve që kanë të dy palët, duke mos e neglizhuar absolutisht edhe Evropën, por duke e përfshirë atë në negociata. Nga ana tjetër, zoti Lezi, a është duke përdorur Rusia presionin ushtarak pra si një mjet për të forcuar këtu dhe pozicionin e saj negociues, sepse ndërkohë që flitet për diplomaci, Ukraina nga ana tjetër raporton dhe intensifikimin e sulmeve ruse në vijën e frontit? Absolutisht e nderuar, kjo do ne dim doktrinën ruse të luftës, është edhe rasti tipik që po e konkludon gjithçka në terrenin e luftimeve, nuk cedon absolutisht në ato, madje përmes saj kërkon ta përdorë edhe nesër të kryesën e vizitimit si një mjet presionit diplomatik në mënyrë që zhvillimet në terren, ato të cilët ajo i ka konkluduar, i ka rrit, duke quajtur këtë si një operacion special, jo një luftë totale, në kuptimin e asaj që nuk e ka përshkallëzuar luftën në gjithë dimensionin e një lufte totale, në kuptimin e saj, po duke fokusuar te kjo zona me rëndësi saj strategjike, operacionale, taktike, dhe gjithë vëmendja aty është përqendruar dhe nuk lëshon penga këto
nga këto pozicione, madje intensifikon asaj në situata cili vinë afër diskutimi për arritjen e paqes për të treguar si mjet presione që këto janë fait accompli dhe nuk mund të cedojë dhe nuk mund të tërhiqen prej tyre. Do në një farë mënyrë tregon edhe forcën që ka Rusia për ta vazhduar luftën, për të marrë pozicionet që ka edhe për treguar edhe presionin diplomatik, politik, ushtarak që në tërëzën e bisedimeve jam unë ai që vendosit dhe objektivat e mi absolutisht nuk do të neglizhohen. Kjo është një farë mënyrë forca e Rusisë në dallim me perëndimin, aq më tepër edhe me Ukrainën, e cila ndihet e pasonja për të përballë. Kemi parasysh ato që po ndodh dhe situata është një shprehje tipike e realizimit të doktrinës ushtarake ruse, e përdorur në rastin konkret si mjet diplomatik, një mjet diplomatik, e cila fal këtij rezultati Rusia është më komode në kuptimin e asaj që kërkon, dhe nuk kemi një tërheqje saj nga ato arritjen e atyre objektivave të saj final strategjik. Qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, në një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rishikojnë edhe prioritetet globale, Zelenski thekson se ka nevojë për konsultime në një rreth më të gjerë me partnerët evropian. Mendoni se tashmë Ukraina po kërkon një rol më të fortë të Europës në gjithë procesin e paqes? Po absolutisht e nderuar, sepse ka këtë dilemën e pasigurisë Ukraina e ka, sepse SBA-ja, siç e tham edhe në pyetjen e parë, SBA-ja ka prioritetet e saj të materializuar tashmë dhe të formalizuar dokumentin e ri të strategjisë sigurisë, ku vëmendja është Europaqësori, është Euroazia, pjesa tjetër e gjithë bota, janë shqetësimet globale dhe pikërisht për të rritur një lloj balancimi të fuqive dhe mbështetjes që kërkon në rastin konkret, pikërisht nga ky shpërqendrim vëmendje i SBA-s dhe këtyre prioriteteve reja që ka dalë, kërkon të japë Evropës një rol të saj. Po kjo nga ana edhe Evropa e shfrytëzon për zveti këtë, do të thonë do që të përditësohet, do të ta përfitojë sa më tepër në lidhje me eksperiencën dhe situatën në Ukrainë në funksion të realizimit atë dimensionit jo të fortë të saj politik ushtarak dhe të mbrojtjes dhe çështjet e sigurisë dhe pikërisht nisur nga kjo edhe Evropa ka një harmonizim të qëndrimit veta me ato të interesin Ukrainës, sepse një dështim i skenarit Ukrainës do të thotë që edhe një dobësim i Evropës si aktor i fuqishëm në marrëdhënie ndërkombëtare dhe është rasti për ta dëshmuar këtë Evropa dhe pikërisht këtu Evropa është shumë e fortë dhe nga Ukraina po të themi që është shumë afër Evropës në qëndrimet e veta në dallim me skenarit tanë amerikan dhe prioritetet amerikane të cilet America First dhe kur themi America First kemi parasysh interesat e saj në raport me çdo problem tjetër. Por që nuk i neglizhon aleatët, por thotë që aleatët të kenë edhe ato në vëmendjen e tyre shqetësimet në përballimimin e sfidave të sigurisë vetë, me bërjen e detyra të shtëpisë duke u përqendruar në burimet e tyre, duke ripar dokumentat e strategjisë sigurisë, duke parë marrëdhëniet me NATO-n, sikundër dhe forcimin e atyre dimensioneve që tham, të cilët tashmë janë ndërgjegjësuar gjithë shtetet e Evropës, por që duan edhe ato kohën e tyre që të konkretizohen për sa i përket realizimit të këtyre objektive. Kemi parasysh politikë Common Security Defense Policy, politika e sigurisë dhe mbrojtjes europiane, bashkëpunimi me NATO-n, e cila çfarë do të delegohet leadershipi i drejtimit saj së paku i deklaruar si tillë në 2027, por që si koha është një kohë jo e mjaftueshme dhe reale që Evropa ta marrë vetë për ballimin e këtyre sfidave i larg mbështetjes amerikane, sepse është diçka e pamundur por që është rrit shkalla ndërgjegjësimit të Evropës dhe shtetet europiane për sa i përket çështjeve të sigurisë, ushtrisë, mbrojtjes përbashkët e kështu me radhë. E qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, tashmë që lufta është në vitin e 4, por sigurisht deri më tani nuk ka një zgjidhje dyshartë politike, apo shohim një zhvendosje nga synimi përfitore strategjike drejt menaxhimit të këtij konflikti?
Po, edhe ashtu është e nderuar sepse lufta në vetvete ka shumë kosto, ka shumë investime, ka shumë harxime, don dëmet materiale, dëmet humane, si kundër edhe lodhje psikologjike. Dan fakti i tregoj që një luftë 4 vjeçare nuk arrit, po themi, nuk arrin deri të fundit saj, është shoqëruar dhe me këtë bilans stresi, humbjesh dhe lodhje, do të thotë që nuk ka të fituar në kuptimin e skenarit përfundimtar të saj dhe pikërisht këta synojnë edhe palët, sidomos Rusia nuk po potencon për të shkuar më tej, do në kuptimin e një lufte frontale dhe totale, sa po gjithmonë i ka ngelur pozicionet të saj dhe klasifikimit të saj si një operacion special. Do të është fokusuar në këto oblastet lindore, në Donetsk, Donbass, në gjithë zonën e Donbasskit, Kherson, Zaporizhzhia, si kundër dhe po avancon në mënyrë graduale dhe të kontrolluar, pas një qëllim që të shkojë përtej saj. Dhe kjo është strategjia që ta marrë situatën nën kontroll, ta menaxhojë atë me pak kosto, por sikur duke dhënë edhe sinjale qëndrueshmërie edhe vazhdimit të konsekuencës saj për ta marrë këto zonat po themi të saj tashmë në kuptimin edhe të formal, sepse i ka bërë pjesë të kushtetutës vendit, në mënyrë që ta kontrollojë dhe nesër pas nesër të ketë çka mos shëndojë nga këto qëndrime. Por nga ana tjetër edhe vetë pala Ukrainës kërkon çfarë? Kërkon të mos dorëzohet, të japë sinjale perëndimit, kur themi perëndimit qoftë Shërbas, po edhe BE-s që kjo luftë nuk është thjesht vetëm e tyre, por është edhe një disfate perëndimi në përballje me Rusinë. Dhe tentojnë sa më tepër ta marrin në kontroll këto pozicione në mënyrë që në tërheqjen e bisedimit të arrijnë maksimalin e asaj që kërkojnë. Përdore si mjet presioni më tepër dan menaxhimi, kontrolli i saj se sa potencimi dhe vazhdimi më tej i saj. Dhe objektivat e Rusisë pak a shumë janë formalizuar ato pikat të cilet në një farë mënyrë janë dagorsuar edhe me Shërban, janë reduktuar edhe në 19 tilla duke reflektuar edhe qëndrimet apo ato cilët perëndimi ka në mënyrë që të kenë gjithë palët përfshira dhe nuk kemi një skenar për shkallëzimit një lufte frontale dhe totale, nuk janë godit objektivat strategjik të Ukrainës, kemi parasysh këtu objektivat që kanë bërë me institucionet vendimmarrëse të një shteti, por janë mjaftuar në zonën e luftimit dhe brenda atij teatri kuptohet çdo gjë tentohet marrë nga palët nën kontroll. E qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, sa e varur është aktualisht Ukraina nga vendimarrja amerikane dhe nga ana tjetër, sa hapësirë reale manovrimi ka Europa këtu? E nderuar, kemi parasysh çfarë përfaqëson Amerika. Kjo luftë nuk mund të vazhdonte, nuk mund të niste edhe të vazhdonte dhe të mahet si e tillë pa mbështetjen amerikane, duke pas parasysh që është lojë interesi amerikan, është interesi amerikan, kemi parasysh fuqinë që ka, fuqinë ushtarake, politike, ekonomike, teknologjike e gjithçka. Amerika është financuesi kryesor apo kreditori kryesor i kësaj lufte dhe pikërisht nisur nga kjo është bërë ai bilans, ku ka reflektuar edhe qëndrimet amerikane dhe diskutimet që janë marrë dhe bisedimet bilaterale mes palëve dhe her pas here edhe pak në kuptimin e atyre të cilët janë bërë të dukshme për publiku, kemi parasysh takimin në Shtëpinë e Bardhë, ku kishim divergjenca mes palëve dhe Amerika është kryesore dhe pa Amerikë dhe pa mbështetjen amerikane, kjo një ditë nuk mund zgjasë. Kemi parasysh fuqinë mbështetëse ushtarake, logjistike, teknologjike, në aspektin e gjithë arsenalit të armëve dhe sistemet mbrojtjes raketore apo të gjithë atyre sulmuese. Në ana tjetër edhe perëndimi nuk neglizhohet, kemi parasysh të që thamë që perëndimi është pjesë e zbatimit të sanksioneve, po si kundër ka edhe një fuqi, një rol shumë të madh diplomatik dhe negociues në këtë drejtim, por edhe nga ana tjetër këta shef edhe një si çështje të sigurisë së saj ekzistenciale, sepse në një skenar po themi hipotetik të nesmen, në një dështim i Ukrainës mund vijë po themi një kërcënim gradual edhe ndaj shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, kemi parasysh mas fundit të ekspozuar këtë lloj rrisje janë ato kufitare,
që nga vendet baltike, po edhe ty në veri të saj, apo Polonia e tij kështu me radhë, që do të thotë një cënim edhe interesave të këtij unioni, ndër shtetet anëtare të saj. Dhe si e tillë ka një lloj varësie, po themi relative, por edhe po themi të shumë thelbësore midis SBA-s dhe Bashkimit Evropian në këtë konflikt. Do lezi nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar edhe Rusinë për krime lufte edhe sulme ndaj infrastrukturës civile. Sa ndikim real kanë këto akuza në të gjithë arenën ndërkombëtare? E nderuar, presidenti Zelensky dhe Ukraina, të sjedhoi vetëm Ukraina, po edhe Bashkimi Evropian, i cili është mbartës i këtyre si këtyre institucioneve në kuptimin e adresimit përgjegjësisë për shkaktarët e luftës, për krime kundër njerëzimit, për krime luftës, cënimi i drejtës ndërkombëtare, të cilët drejta luftës i ndalon edhe në kohë lufte, çfarë i ndalon edhe krimet kundër njerëzimit, infrastrukturës civile kështu me radhë, do ta përdorë si kartë edhe për të kërkuar legjitimitetin e kërkesës, përmbushjes kërkesave të saj. Është një kartë morale, një kartë ligjore që ka referencat e saj kushtetuese, për ta përdorë edhe si mjet presioni nesër në tryezën e bisedimeve dhe për ta shantazhuar atë në mënyrë që ta afrojë sa më afër, sa më të jetë pjesë e diskutimeve dhe negociatave dhe për përshpejtu edhe arritjen e paqes dhe uljen e palëve në bisedime. Por që koha ka treguar që pala ruse dhe presidenti Putin nuk është i shtepër përpara këtyre, i shef si pjesë e lojës, si ban lojë, po themi politike, diplomatike, në përpjekjet e tij që bën Ukraina në rastin konkret për të krijuar legitimitet për të denoncuar qeverisjen e Rusisë dhe regjimit të tij, një regjim i cili po kërkon nuk ka legitimitet sepse po bën krime lufte dhe dënohet nga gjithë opinioni publik ndërkombëtar, por që në kohë lufte kuptohet, koha e ka treguar që këto harxhime, këto kosto janë të tilla saqë nuk i kanë vendosur prioritar janë arritja e objektive dhe qëllime strategjike në raport me cënimet e drejtave të lirive të themelore të njerëzit, me të kartës OKB-s, me drejtën ndërkombëtare të luftës dhe këtyre, sidomos këto institucionet e vokacionit ndërkombëtar të qoftë drejtësisë penale janë sfiduar përballë këtyre skenarëve, sepse kanë prevaluar interesat gjeostrategjike, geopolitike të aktorëve. Dhe këtu kemi një dyzim, të gjithë shtetet e kanë përkrahë dhe mbështet këtë idenë e dënimit krimet luftës, sepse kanë parë fakti që dikush negocion, dikush është kundër luftës, edhe nga shtetet anëtare të BE-s, po si kundër edhe SBA-ja negocion përmes mediatorëve të saj me përfaqësuesit e regjimit Putinit dhe kështu me radhë, tregojnë në farë mënyrë që prioritetet janë për tek këtyre thirrjeve morale dhe ligjore për dënimin e krimeve të luftës e kështu me radhë. Ndërkaq, do lezi, bisedimet e fundit janë përshkruar si konstruktive, por nga ana tjetër pa transparencë mbi të gjithë përmbajtjen e tyre. Dhe pyetja lind se është e gjithë mungesa e detajeve një strategji diplomatike për të ruajtur këtu dhe fleksibiliteti negociues, apo tregon nga ana tjetër se nuk ka ende një marrëveshje konkrete në horizont? Po edhe ajo mund thuhet ndërruar për faktin që diskutohen shumë skenar, kuptohet kur tregon shumë skenar ka pasiguri, dhe nuk kanë çfarë thonë në mënyrë të transparente dhe të sigurt falet, sepse janë diskutuar shumë teza dhe shumë takime dhe disa takime të bëra ku janë hedhur shumë diskutime gjëra, çështje të caktuar të cilët nuk kanë arritur dakordsinë dhe pra shkosa sa që nuk është kjo dakordsi, edhe një konspiracion i shoqëron këto negociata dhe diskutime dhe mungesë transparence e cila në vetvete nuk e ka përmbajtjen e asaj të cilët presin palet të dhënë që të konkludohet me arritjen e paqes përfundimtare, por që lën një farë mënyrë edhe një mundësi për të testuar palet negociuese, dhe tregon një farë mënyrë edhe fleksibilitet, natyrën fleksibël të diskutimeve dhe negociatave ku palet janë të hapura për të diskutuar, por që ka treguar që nga 28 pika të cilët ishin në krye të diskutim, në krye të ditëve të para, sot janë redukuar në 18 në reflektim të gjithë sugjerimeve dhe të gjithë atyre të cilët palët kanë diskutuar, kanë tërhequr
nga kërkimet e tyre maksimaliste, që një farë tregon edhe shkallën e fleksibilitetit që kanë pas ato në një vullnet për të diskutuar, për të takuar dhe për të arritur në marrëveshje. Mirë, zë Lezi, shkurtimisht për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund. Thirrja për këtë takim të ri vjen në një moment kur opinioni publik në disa vende europiane po shfaq edhe lodhje nga lufta e cila po ndodh. Dhe a rrezikon tashmë Ukraina të humbas gradualisht mbështetjen politike të Europës apo kjo thirrje synon pikërisht ta rifreskojë atë? Po, është kjo frikë nderuar për shkak të faktit që opinioni publik në qeveritë perëndimore janë të prirur që në vendimarrjet e tyre të marrin edhe verdiktin e opinionit publik dhe shpesh presioni i këtij opinioni publik është i tillë sa që ka përcaktuar dhe ndryshimin e qendrimeve për vendimarrje të caktuara në çështje të rëndësishme dhe pikërisht në një moment të lodhjes që kjo kemi parasysh kozgjatjen e luftës për 40 vitesh ku nuk kemi rezultate konkrete për përfundimin e saj, është kjo frikë dhe ky moment shfrytëzon këtë momentum e Zelenski për të bërë një rifreskim të unitetit të kërkuar për vendet e Bashkimit Evropian, po dhe të Amerikës, kemi parasysh të nisur nga fakti që opinioni publik kërkon stabilitet, kërkon paqe dhe është kundër luftës dhe pikërisht nga kjo frikë është kjo përpjekje Zelenski për të unifikuar qendrimet e Bashkimit Evropian dhe Perëndimit edhe për ta rifreskuar këtë kohezion nisur nga fakti edhe i presionit gjithnjë në rritje të opinionit publik dhe sidomos edhe partive të tjera konservatore të cilët kanë prish kohezionin e brendshëm brenda Bashkimit Evropian, kemi parasysh ato vendet të tilla si Ukraina, Çekia, Polonia, po dhe të tjera, të cilët janë dyzuese për sa i përket vazhdimit të mbështetjes së Ukrainës për luftën, qoftë aspektin ushtarak, nuk janë bërë pjesë e sanksioneve, por e quajnë një luftë diçka të cilët nuk mund të vazhdohet më tej se kaq, por ka një qasje disi ndryshe. Dhe mendoj pikërisht nga kjo humbje durimi dhe kjo lodhje edhe opinionit publik, qëndrimi dhe apeli që i bën Zelenski në rastin konkret është i tillë saqë duhet të ta marrën konsiderat pikërisht faktin që opinioni publik kërkon të jepet fund kësaj lufte dhe pikërisht nga kjo frikë Zelenski i bën këtë apel për një rifreskim të unitet duke e testuar në mënyrë të vazhdueshme, edhe nga fakti që kemi parasysh ndryshimin e qasjeve dhe divergjencat që kanë qofshë BE dhe Bashkimi Evropian, po sikundër edhe vendet tjera të caktuara të Bashkimit Evropian. Përmendëm ato treja kryesorët Hungaria, Çekia, Slovakia, po jo vetëm, sikundër edhe të tjera vende të cilat në një farë mënyrë janë konservatore dhe kërkojnë mbështetjen e kësaj e Ukrainës, pikërisht nga fakti frika që mund të vijë nga shkallëzimi i luftës kufit e tyre, kemi rastin e vendeve baltike, Polonisë apo vendet nordike të cilët kanë një traditë neutraliteti, por që kanë qenë shumë të fokusuar në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes për investimet që kanë bërë dhe tashmë janë edhe pjesë e NATO-s dhe kanë edhe ato prioritetet e tyre duke qenë vija parë e frontit në mbështetje të Ukrainës, por që vendet e tjera janë më hezituese, qoftë ato të Evropës qendrore, po edhe të tjera të cilët nisen nga interesat dhe konsideratat e tyre edhe ekonomike, ato prioritetet të tjera të marrëdhënieve që kanë dhe kurzohen nga eksportet e naftës dhe ekonomia e tyre është ndërvarur për tyre dhe kjo shifet edhe në qëndrimit që ka dhënë që është një situatë e paqartë dhe pikërisht nisur nga kjo frikë, Zelenski i bën këtë apel edhe për të ruajtur kohezionin e brendshëm, por edhe për të testuar se sa e unifikuar do të jetë Bashkimi Evropian përballë dhe sfidës së lodhjes, por dhe presionit opinionit publik i cili në drejtën e tij kërkon të japë fund luftës dhe kërkon paqe, stabilitet, rritje ekonomike, sepse lufta ka ndikuar në gjendjen e tyre ekonomike, financiare, sociale, shpirtërore kështu me radhë. Është një skenar i cili ka shumë pasigurinë vetvete, pasiguri të cilët Zelenski e shfrytëzon në një moment lodhet jo vetëm të Ukrainës vetë, por edhe vetë faktorit ndërkombëtar, kryesisht të Bashkimit Evropian, perëndimit përçar. E qartë, mirë, zë Lezi, kemi arritur në fund, t'i falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndatë sot me mua. Të përshëndes, nderuar kënaqësi për ftesën. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Ardan Elezi ku folëm për Rusinë dhe Ukrainën, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi sërish.